Tradita e përpunimit të mishit është e lashtë dhe rjenosur thellë në kulturën tonë, duke u trashëguar me përkushtim brez pas brezi. Kjo mjeshtri u bart me krenarin nga Muharrem Mustafa, i cili e mësoi nga teparet e tij dhe përcolli me tej tek gjeneratat e reja, si Ymer Arapi. Sot, kjo veprimtari vazhdon të zhvillohet në qytetin historik të Prizrenit, duke ruajtur autenticitetin dhe vlerat tradicionale. Nga përzgjedhja e kujdesshme e mishit deri tek përpunimi i tij në një shumëllojshmëri produktësh, kjo traditë pasqyron jo vetëm mjeshtrinë profesionale, por edhe përkushtimin familjar dhe pasionin për ruajtjen e një zanati, që lidhet ngushtë me kulturën dhe kuzhinën lokale. Unë quhem Muharrem Mustafa, jam kasap dhe punoj te mishtoria Ymeri. Jam me profesion mbi 35-40 vjeç, si fëmijë traditë familjare jena, e punojm këtë zanat prej gjyshit tim dhe vazhdoj. Vallai, na jena me traditë familjare tash, prej gjyshit, babës, vëllezrit e mi dhe unë jemi kasap. Gjithë jemi kasap edhe punojmë me dëshirë këtë punën e kasap. Edhe pse është një zanat i trashëguar brez pas brezi, duket se me kalimin e viteve po shkon drejt shuarjes, pasi siç thot Muharremi, të rinjt nuk e shohin më si një mundësi pune. Vallai, për momentin familje nuk e trashëgon. Kemi shka kanë pas mundësi me trashëgu, po nuk e trashëgon asnjëri. Se është një zanat shumë i rëndë, i ngarkum dhe e përpunum shumë, rrezikshëm. E për atë arsye janë tërhek shumica e rinis. Nuk e marrin këtë zanat, nuk e preferojnë për me marrë këtë zanat. Po, faktikisht, është i kërkum shumë gjithë botën ky zanati, po për momentin nuk kemi. Kur ka njeri dëshirë, këtë zanati nuk është vështirë hiç. Kur e preferon me dash një zanat, nuk është e vështirë për me punuar. Ndërsa përpunimi dhe lloje të ndryshme ndikojnë edhe në çmimet e tyre. Një mishtore me traditë ekstra të mirë, se shumë produktet i ka të vetat. Si për shembull, suxhuk me ara. Suxhuk me ara gjithë Kosovën apo Jugosllavi të hershëm nuk ka pas. E te Ymeri kije për traditës ditës parë fillimin të ka pas suxhukin me ara, si për shembull kjo. Kjo është ekstra vin për këtë trojeve shqiptare e lypin suxhukin me ara. Dhe me të vërtet e marrin dhe e preferojnë. Dhe është shumë i shishëm. Ara për mërsi mrenda ka dhe i qesim fara lule diellit dhe fara të kungullit dhe kombinojna. Po është ekstra e punuar. Për shembull, mos e kena suxhukin Osmani. Kemi ky suxhuk është një ndër prej parave që ka prodhu ky suxhuki. Dhe këtë produkt e mbon veç Ymeri. Gjithë kasapat e Prizrenit nuk e ka atë Ymeri mush me gjet. Çfarë është ky suxhuki Osmani është për prodhime me një ndër më të para që ka nisë më bë suxhuku. Dhe ky është. Kemi suxhuk Osmani djeks dhe jo djeks. E të vërtet është njëjtë si përshuta, veç emrin e ka Osmani suxhuk. Ka e po tradita, ka e po pjoni? Kjo tradita është për të parve Osmanit kër e kanë bërë suxhukin në Prizren. Për regionin e Prizrenit kur ka bërë ka nisë me që suxhuk ka bërë. Normal se është kjo emri suxhuk, po mrena është gjithë mishi thatë, mishi përmbulum ekstra veç për këtë suxhuk. 12 është kilogrami? Kilogrami është 12. Kemi suxhuk Masanina Kulem. Kjo suxhuki e punon veç Ymeri. Ka dhe tjerë shka e punon, po kjo e ka një veçanti shumë të mirë. E ka me misht freskët, me përdorët për shembull me hudër, ekstrem nuk ka hudër, po e ka aromën shumë të lezetshëm kur ta hani. Po, se kjo është ekstra i punum, për arsye atë se ekstra mish është i veçantë mishi që ka shkon për këtë suxhuk. Kjo është ekstra i punum, e ka se kjo në teret në vetë, nuk teret me dym apo me zjarm. Kjo teret veç me, me thonë, e ka një produkt tjetër që janë normal, të ftoftë, po. Kemi suxhuk për shembull, suxhuk kena na 3 lloje të suxhukut. Kemi suxhukun jo djeks,
kemi djeks dhe me pak djeks. Kjo me pak djeks është ekstra e thasë, se përpunohet dhe punohet, ma ekstra punohet. Për arsye se i qesin spes të mesëm. As djeks, as jo djeks. Përpunohet shumë me kujdes. Kemi përshutet, për shembull, përshutet e mishit bardhë. Kjo është preferenca më e mire të i mire. E ka senet, po mendoj, këtë prizerë i vinë për që mos i marrin këtë përshutin e mishit bardhë. Është me kvalitet numër 1. Kësi nuk ka shansë shka, që me thonë, afat, shka i vjen puna me kalu afati. Është ekstra shka shite brenda javës po. Brenda 2-3 ditë shkon. Sidomos edhe përshutën e ka shumë mirë me kvalitet shumë të mirë. Është me tradit 20 vjeçare shka e bën këtona, me vullnet e bën, me perspektiv shumë të mirë, shumë të kujdesshëm, me vjame se në këtë i largon, është fantazi. Zanatiliu ka një mesazh për të gjithë ata që dëshirojnë të merren me përpunimin e mishit. Unë e kisha preferu mas pare për djalit tim, po nuk e don. Fëmijë tjerë si dojnë me të ardhmen tjetër, me pas perspektiv si person me kvalitet numër 1, mund me marrë zanat të ymiri. Ja vlen ta merr zanatin edhe për kasap, edhe për shitje, edhe për ekspozitën e mishit. Edhe pse kohët ndryshojnë dhe terrenjet shpesh nuk e shohin si mundësi pune, përpunimi i mishit mbetet një zanat me vlera të mëdha kulturore dhe familjare. Kush ka pasion, durim dhe dëshirë për të mësuar, mund ta vazhdojë këtë traditë të vyer dhe ta mbajë gjallë brezat e ardhshëm.